parë për të bërë një fluturim apo direkt në timon? Jo, shiko, ajo direkt për timon është të nivon muhabeti. Ti thjesht fluturove? Jo, shiko, njëherë ti bëhet fluturimi i parë, për e të parë një jetë, bëhet fluturimi prezantimi me ajrin. Me ajrin? Po, me prezantimi me ajrin. Dhe aty di instruktori ose ai që të merr në kontroll, në fakt ti pasagjer fare sepse për e të parë. Pasagjer, po. Nuk e shbon atë. Po? Dhe pastaj kur të vinë tokën e të pyet, mësinë sepse shiko, pilotin duhet pilotit të bëhet, ai student që ka aftësinë për të orientuar në hapësirë, të mësot që mos e marrë vesh që tutohet. Po ta di ku është një objekt, ku është një objekt tjetër, nga do vesh çfarë do bëhet, sepse ndryshe nuk fluturon dot. Ju hipët në avion, sa zgjat ai fluturim i parë? Ai fluturimi i parë ka zgjatur rreth 30 minuta. Nga u nisët dhe ku shkuat? Jo, shiko. Fluturimi i parë u bë pilotazh në zonë atë që themi di si bën ato pilotazhet, ato rrotullimet. Sepse me këtë ata dolën për të parë si po reagojmë neve. Si e kemi di gjendjen e di shëndetësore reale. Shëndetësore reale. Se mund të birtifiket, ose mund të vjellësh, ose mund kushtet çfarë mund të ndodhë. Të zë avionin? Po, zë avionin. Po, zë avionin. Ti si dole ti? Mirë, shkëp shumë mirë. Shumë mirë fare, po. Sa bëri nga ato pilotazhet? Bëri pilotazh sa patë në program. Dhe u kthyet? Dhe u kthyem. Po ai për shembull kur zbritëm tokë më pyeti tha, ku shkonim tha nga poshtë sipër. Çfarë ndjevem? Sepse si ku shkonim nga poshtë sipër, po ke shumë bigarkesë. Domethënë ke shtypje. Ashtu. Dhe ti ke gjakun nga koka një drejt e këmbëve. Ti në këmbë? Po ti zemra di merr formë të tubuje. Zemra? Po, pranaj pilotit duhet të ketë të dhëna të shëndetësore, të jetësore të trupit, duhet të ketë në eficiencë të pilot, si mas parametrave të caktuar nga mjekësia. Besoj ata të kishin vizituar? Po. Si ishe me shëndet? Normal, shumë mirë. Me shëndet kam qenë di, për sa takon në kërkesave për të bërë pilot, normal krejt. Normal. Po. Edhe a më thamë, çfarë ndjeve thash, më ftof koka, e qeshi, se me gjithmen të ftohet koka që ti kënë gjakun. Dhe më ndë me këte kuptonë që nuk që ka di pasagjer kot, nuk është shutuar, po e ka ndjerë di fluturimi. E ka përbaluar. Po. Pastaj e bëri figurë dhe është një figurë të riel që zot aeroplanin. Po. Tha, po kërë bëmë, dhe kësaj thëmë një të riel, rësisht e thonë shtopër. E më thamë, po kërë bëmë, këtë të riel, thashon, më nuk që u shtopër nga një lisë i lartë. Edhe këtu jeni për të qeshur ati. E kështu pas të vazhduam. Si ishin 4 vitet e studimit të Bashkimit Sovjetik? 4 vitet e studimit të Bashkimit Sovjetik kanë qenë vite të ngjeshura, të lodhshme, por të angazhuar për të plotësuar neve me të gjithë përkushtimin tonë që kishim vajtur për ta bërë atë detyrë. Ju jetoni të këtu? Jo, këtu. Ja ku jam. Jo, aty, po këtu është në Tiranë, besoj. Në Tiranë. Jo, po flasim për Moskë. Si ishte Moska? Si ishte Bashkimi Sovjetik? Shiko, Moska dhe Bashkimi Sovjetik ka qenë dhe është qytet modern. Shiko, për shembull, neve që kur vajtëm në 57-ën, aty kishte trolejbus, tramvaj, metro, dhe metroja e Moskës që e ka bërë Stalini është nga më komodët në botë, që ka bërë Stalini. Pse? Sepse kur futesh në metro të Moskës, si kur je futur me në një pallat. Nuk kanë vetëm sa për shqipën tuneli që me kalu di treni. Po është me madhe. Është e madhe dhe ke restorante, ke di ku të ulesh, ke di ku... Nuk shfjeshin tunel. Jo vetëm thjesht tunel. Këtë ka di. Këtë kishte. E shijove jetën në ato 4 vjet? Që ishe student? Po. Mua më duket që ka qenë një jetë mjaft e këndshme, një jetë që mëson, dhe më në di bësh e di me di arsimin për katës për të shërby jetës tënë edhe, dhe u tënë, po dhe trajtim shumë i mirë, shkolla me nivel të lartë. Në libër ju shkruani që impresion të veçantë ju ka lënë Stalingradi. Po. Pse ju ka lënë Stalingradi? Sepse ne Stalingradin e dim që është atje u bë kthesa e madhe e luftës dytë botërore, betejë e famshme. Dhe brenda kësaj të pyes edhe për atë që si arriti ushtria e kuqe të kapte rob 300.000 gjerman. Edhe kur e kam lexuar në leksion
në histori të artit ushtarak, sepse tani po të them që edhe unë kam mbaruar shkollën Skënderbej. Ashtu është. Po, se nuk e di. Dhe jam habitur, si mund të kapë Europë 300.000 Gjerman? Shiko, organizimi i luftës, ata i thonë lufta e madhe patriotike. Nuk e thonë lufta e dytë botërore, po i thonë lufta e madhe patriotike. Velika Отечественная vajna, i thonë gjithësisht. Dhe, shiko, kanë patur një organizim të përsosur. Mendoj unë, se neve bëndim midis të lëndëve tjere, bëndim dhe histori e artit ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Dhe atje bëshim bëndim me një mësim të gjitha betajet që bëshin. Këtë jemi duke për kalu për një maj. Këtu, në Shqipëri? Jo, në Mos. Tu e në Mos, ka? Jo, në Mos. Atje, a Borisov Gleps? Me një maj. Kush jeti këtu? Ja këtu, ja. Ky? Ja këtu. Në Mos këtu, a? Po, në Mos. Kjo është uniforma e studentit? Po, kjo, forma e studentit. Uniforma e studentit. Po, dhe si kapën ata 300.000 Gjerman robë? Shiko, se jo, do flasë në një minutë për të parë një organizimin. Popullë sovjetik për atë kohë, se neve duhet të flasë me historinë të paracesim si që ka qenë për atë kohë. Jo, mi se nuk e du më dashe dhe të themi se nuk ka qenë gjedi në atë kohë. Unë nuk kam pato asë njënë që një me të këtin që të bëjdi me retrushim asaj që kam jetuar dhe kam pato bindin për ato që kam jetuar. Atje për shemë dhe ishte një propagandë shumë e fuqishme. Neve gjetëm edhe akoma dhe plakata të dha me një grua të thinjur ku shkruaj Rudin e Madh Zaviot, atë dhe unë nën thëret. Po, duhem dhe fjashtë. O, ndërsa, Stalini kështë ndjekët dhe këtë një taktik, që qotë në luft familjerisht, burë grua, tre vlezrit, bab birë. Po pëse? Po pëse, sepse o do mrosh ti baba në babaj tyja, ose nuk më të kete një ndryshim. Zgjedhje burë. Po, këtë taktik e më zbatote. Pastaj, dhe merreshe mendimi, se për shembull unë kam lexuar dhe kam një libër të Zhukovit, atij që e pam dhe ditë këtu, që flet edhe për luftën e dytë botërore, flet edhe për Stalinin. Ai thotë dhe jep edhe këto pasazhe që duke argumentuar që Stalini nuk ishte i pa bisedueshëm me të. Po ai për shembull ta merrte mendimin nëse kishte të saktë, merrte mendimin tënd. Dhe mendimet, betejë që planifikoheshin, bëshin nga shtabi përgjithshëm, pastaj meratoshin në byron politike. Për Stalingradin, për një betejë tjetër, apo për Stalingradin, për çdo betejë bënë një planin, një bënd të Stalini dhe një bënd të Zhukovi. Dhe i paraqesin një që të dy. Zhukovi, për ata që se dini, ishte generali që organizoi, që drejtoi luftën. Që drejtoi luftën, shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë kuqe. Shefi shtabit përgjithshëm i ushtrisë kuqe. Që ka marrë, ka ngritë në rështagën të flamurin e fitores në 9 maj të 25. 25, po? Edhe i pyta ta ndërbetat në Respublikë, thotë që për cili plan është më i përtashma të gjithë, thotë, ju i shoku Stalin. Thotë, jo, thotë, më i miri është një plani Zhukovit. Dhe i thotë Zhukovit, thotë që Stalin thotë, nuk ishte që smerte parasysh. Dhe kjo ishte baza që ata arritën të kapin në Europë 300.000 Gjerman? Themun që me që ata bënin një diskutim real për të arrit fitoren sepse s'bën. Po? Pastaj edhe shiko, ata për shembull sipas propagandës, dam se unë flas si ajo propaganda që bëhin. Për shembull ata kishin urdhër që edhe kur të vritesh të bish nënën e armikut. Si ishte kjo? Edhe kur të vritesh në luftë, duke luftuar, kur të vritesh të rrezosh para. Dhe jo mrapa. Dhe parullat e shkruajnë kudo, një shagu nazad, domethënë asnjë mbrapa. Asnjë mbrapa. Po asnjë mbrapa. Tani ata e rrethuan që kapën 300.000 te ngriu e liçeni. Jo, është lumi Volga. Lumi Volga, pas shumë i gjerë dhe grinta se kalonin tankët mbi të. Kaloi tankët mbi të Stalin. Ky ishte urdhri. Po, domosdo. Dhe shikoj, betejat e më të mëdha me epope epike që janë bërë në kodrat perëndimore të Stalingradit. Se Stalingradi shtrihet në 7-8 kilometra në gjatsë brigjive të Volgës, nëpër disa kodra kështu. Dhe këto kodrat
Malahov, që unë atë Kurganska e Murman, e ka emi në Albania ku e në zonë për këta. Atje për leshje, për jetë abdike, s'ka mu habet aty. Se pastaj armat nuk ka qenë këto që të vinde në mi të pa pritur, pa pandehur. Ato ka qenë armat reale. Top, predh, ashtu. Dhe arritën dhe një të rrethuar, bëjnë e gjitha ushtrinë të Hitlerit, me gjithë dhe Feldmarshal Paulus, një Feldmarshalli më i famshëm Gjerman. Po? I zunë drap, edhe 300.000. 300.000. Tani, zoti Koci, si ishte jeta në Moskë, domethënë dhe në Rusi, jeta sociale, sepse shumë student, unë kam pasur dhe pedagogët e mi, që kanë qenë atje, u lidhën, u dashuruan me vajza ruse. Ju ratë në dashurimin e vajzë ruse? Shiko, unë personalisht, kisha thënë vetës timin mendje, që nuk do martoh me ruse. Pse? Po nuk do martoh me ruse, sepse kur isha sërë Begas, vinin këto oficerët tanë, që ishin student, që ishin studium bashkëmisotik, me gra ruse. Dhe ata, se kur themi njëve se po flasëm që pispillose si shumë, dhe nuk ju pëlqente shumë e djeta në Shqipëri atë. Jo nuk ju pëlqente, se aty ju pëlqente se rodin mirë për sa këtyre. Po mi thoshin që nuk ka dhe arktim këtu. Kishin e mendime... Pyt pas ka zënë Sedra Kuksianit. Po, më zuri shumë Sedra. Sedra Kuksianit, ta gjeta, ha? Me gjetem. Dhe ti thej që s'është për mua kjo? Jo, s'është për mua kjo, dhe thashtë të marrë këtej dhe që këta qëfë fshatë dhe të më shajë lokën ke mua. O, sa e bukur kjo. Ti vendosi që unë me ruse? Tani mos e thoj që s'pëlqyen ruset vajzat aty. Jo, shiko. Vajzat ruse, me thënë të të ishtë një dimë të hapura, të qildura, të emancipuara. Ato që vinë se neve kishëm lidhje me fakultetin e filologjikut të gjuhës ruse të universitetit. Po? Dhe kishit? Po, marrëdhënie normale. Unë për shumë kam shkoja në gjitha mramit e Shkojmë brami? Ke vallëzuar me ruse? Kam vallëzuar, kam biseduar, po bisedet e në atë kohë, zotë Roland, nuk kanë qenë këtë që themi neve, o sa të dua, o plasa një për ty. Po që ishin? Qiko, për shumë, neve thoshe, ata thoshe, për shumë, qërë filmi një ke parë, qëfar libri ke lezuar, qëfar ditë bësh, përveç të mësimeve, ti bishe në vegli muzikora, meresh me sporta, qëfar teatri ke parë, qëfar i njohje ke për një Po vajzat ruse pëse binin dashuri me djemë shqiptarë? Po binin se, shiko, neve si ras, ne jemi ras shumë e pashme. Si ras. Me thënë drejt, qikë për diskutuar është kjo se kështu thoshim ne dhe kur në 90 u hapë Shqipëria, jo vetëm që nuk ishim ratë se pamshme. Jo, e pashme dhe më thomë fizikisht. Po mirë, pra tani, mos ta bëjmë vetëm tani. Unë flasë për 90-ën, kur u hapën, kuptova që nuk ishim dhe aq të bukur sa mendonim. Në Rusë dhe kështu nga thoshin. Kështu thoshin, e? Kështu thoshin. Kishin një shok që u lidh me ruse? Kemi patur gjatë kohës që ka të studiuar studentë shqiptar atje, rreth 11 vjet. Po? Janë martuar 3. 3? Po, 3. I mbajtën ruset këtu? I mbajtën ruset këtu dhe që 3 një përfunduan keq. Si përfunduar? Përfunduan ku që di i arrestuan. Me gjithë gradë. Me gjithë gradë, ha? Po. Oficerat? Oficerat. Ose pilota. Pilota, ha? Po. Shokët e tu? Po, jo shokët e mi. Njeri ka qenë... Po, i një, do të? Po, i një, shokët e mi, tamam. Shokët e mi. Ti vete vojte, e të vinde keq? Dhe mos do të, për kishme një shokët, pastaj di, se neve njifnim edhe di gratë e tyre, se kishim, përse duhe kishim që në shpije, kishim mardhanje me ta. Tani, për ta mbyllu këtë, një nga ato që thoshin pedagogët tanë atëri ishte që ky lëshimi ndaj djemve shqiptar ishte edhe për faktin që 25 milion rus ishin vrarë gjatë luftës botërore dhe vajza dhe gra ruse ishin ishin në disproporcion me meshkë. Në regjistrimin e vitit 1959, kanë dalë 32 milion femra më shumë se sa meshkuj. Ua! Në Bashkim Sovjetik? Bashkim Sovjetik, si mas gazetar... Në vitin 1959. Në 59, do të thënë 32 milion? Po, femra më shumë se sa meshkuj. Femra më shumë se sa meshkuj, e? Si mas gëndave që e për të shtypi... Pas kanë pasur faja ato, zote Koci. Po dhe një propaganda ruse i rusëve ishte që të bëni me
me sa duke do një që të futëshi sa më thellë në Shqipëri, dhe më themon. Ishte dhe kjo, Edhe më themon se na thoshin e dim, neve që nuk pranonim, po shte ja, mërë të zidhi, cilin doni juve, ja, zidhi. Po foshi ty, zgjidhe? Po gjithë me radhë, mua e tjeti. Po pëse që ishin ato, dele ishin ato do zgjidhe tje? Po, pastaj kër i di s'ke shumë për të menduar. Po ti e fortë se si nuk je të nduar, e? E fortë me sa duket e di nga jo që unë mendoj që prijatët e fshatare duket pas. Ata tjerë ishin qytetarë tani, mos e thuaj këta tani. Jo, po them për vetë një, se shikom. Ti thon për vetë të pa, ata nuk ishin qytetarë tani, në 57 tani, ç'a ishin ata? Shikom, e vlerëson të jetën më shumë them unë, me ai që ka vujtur. Ai që nuk ka patur shumë dikët, bën që është veshur i dobët, nuk është veshur i shumë mirë. Nuk ka patur të hajë gjithmonë 3 herë ditë ushqimin që ke dashur për ta hëngur. Edhe kështu që ai pastaj e njeh vetëm më mirë dhe i bën më shumë një shërbim jetës për të qenë në rregull pastaj kur fritet. Tani këta personalitete që u bën më vonë si Dritrova Golli, Ismail Kadare, po edhe personalitete tjera dashuruan vajza ruse. Ti di një nga këta historitë këtyre? Ja, unë njohur për atë kohë, unë as Kadaren, as të ndërtojnë si emër, nuk ka... Edhe një foto me djali. Djali me Kadaren. Nuk e koqiduar atëre me një personalitet kur ke studuar ti ta kesh jo? Këta ishë një student atëre. Unë në 58 kemi kaluar pushimet në Leningrad. Në Leningrad? Në Leningrad, po. Dhe atje vajta të universiteti i gjuhë letërsisë. Po? Për të parë dhe isha një kurios, për shumë të shqip një tekstet shkollore, tekstet të jepsin dhe mësimat jem, se a shkruajnë gjë për Shqipërinë apo jo? Shkronin? Jo, vetëm pak kohë ishte për Gjegjfishten. Për Gjegjfishten? Po, aty kam shumë... E ke njëru Gjegjfishten aty? Aty kam shumë për emrin Gjegjfishten, se kisha rrë gjemnasin shkëllqyshën dhe në qatë një emrin. Tani besoj, tani unë po të bëj pyetje kështu, se ti e 86 vjeç, po bashortja të besoj që ti nuk she lidhur me asnjë ruse? Shiko, bashortja, çfarë ka besuar e di ajo, po mua s'm ka thënë, unë kam patur fotografi të vajzave që vallëzoja me to në album. I ke pasur Po, 3 vajza që... Ani unë filloj dyshoj që ti edhe mund të ketë pasur, mund të ketë pasur në një. Të dyshosh, s'me këndëri. Po, unë kam patur fotografi të vajzave, se kishim marrë një shoqërore, sikur një shoqërë të rëland. Unë mendoj që, ndoshta jo vetëm, po shumë vetëm të kështu, që në atë kohë shoqëria ka qenë shumë e hapur. E hapur, ha? Shumë e hapur, liberale. Jo liberale, po në kuptimin që me marrëdhënie shoqërore të sinqerta. Të sinqerta. Tani, mbaruat studimet në Bashkimin Sovjetik, u kthye në Shqipëri? U kthy në Shqipëri. Kishe në një mendje kështu të rrije? Ja. Së shkon në mend? Ja. A ndëni në ju ushtarak atje? Jo, nga neve jo, kanë ndërë 2 pilota për helikopter. Ka qëndruar atje? Po, kanë qëndruar atje. Po si nuk u kthyen? Po se kjo s'dëshën të kthehen, nuk u kthyen. Po dënuan? Jo, mbetën dhe atë Bashkimi Sovjetik. Bashkimi Sovjetik, ha? Po. Se di unë të po, pse kishe edhe nga këta që mbetën, ha? Po, do të 2 pilota të helikopterve. Po mi, si ishte rregulli? Ç'a ndodhte me këta pastaj? Po rregulli ishte që të ktheheshin, po atëherë qeverit ishin te me njëra tjetrën duke u zënë, kështu që atëherë sikur të rrinim të gjithë, ata thoshin rrini, fjala vjen. Patën pasojë familje këtu? Nuk e di, nuk e kam ndjekur. Okej, ju u kthyet në Shqipëri. U kthyem. Ku filluat punë? Punë filluam në regjimin e aviacionit gjysmë bombardues në qytetin Stalin. Në Kuçov. Në Kuçov. Po. Aty tani, nëse është e mundur regjia, disa foto janë nga Kuçova ku tani atje mësove shumë mirë pilotimin. Sa të kujtohet që sa herë kishe pilotuar avionin atje? Dëgjoj. Un kam këtu ja tek. Kam librezat e fluturimit në të kaj çanta. Te çanta librezat e fluturimit? Po, ne mund t'i marrë, ja të më ndihmojnë të regjisë. Ndërkohë ne bisedojmë. Sa herë fluturove në Bashkimin Sovjetik? Po, aty kam me saktësi, se shiko, fluturimet nuk bëhen në dikutrum, po bëhen me orar të caktuar, duke shënuar orën e ngritjes dhe zbritjes, dhe bile kontrolin që ka bërë mjeku para fluturimit. Po, mund ta hapeni çantën dhe nxirreni ndërkohë edhe njerë, ne jemi duke zhvilluar një bisedë shumë interesante, një histori jete të pilotit Hamza Koci,
i cili ka pilotuar avion ushtarak 32 vjet gjatë gjithë karrierës së tij, ka qenë student në Bashkimin Sovjetik 4 vjet si student për pilotim, pra për aviacion ushtarak, dhe po rrofen me të vërtet një histori të jashtëzakonshme. Tani, ky është libri i fluturimeve. Ky është libri i fluturimit rusisht. Atje? Atje. Ua! Ja, thot koç, me çëdje, Hamzat Xheladin. Xheladin babaj. Babaj. Dhe këtu tash unë kam sasinë e fluturimeve që kam bërë në Bashkimin Sovjetik. Sa është? Ja ta mund ty. 898 fluturime, 238 orë e 48 minuta. Ua, në ajër? Në ajër. Ua. Kam 306 fluturime vitin e dytë me jak 18 u. Tani, qa avion është ke drejtuar? Avion një pedestar që është me eliga si kjo këtu, një vit të tërë, dhe kam bërë 306 fluturime me te, 97 orë e 70 minuta. Ato thjesht ishin mësimor? Jo, fluturimet e tua? Mësimor, po këto. Fluturimet e tua ishin vetë mësimor? Vetë mësimore. Dësa vitin e dytë të praktikës, kam fluturuar me MiG 15 bis. MiG 15, e? MiG 15 bis, dhe kam bërë 374 fluturime, 60 orë e 25 minuta. Vitin e tretë me MiG 17. MiG 17 vitin e tretë? MiG 17. Kam bërë 218 fluturime, 70 orë e 6 minuta. Wow. Tani, ju erdhët dhe filluat punë në Kuçov. Në Kuçov. Çfarë misioni kishit, çfarë do bënit si pilot? Shiko, ja, ky është një foto, jeni ju këtu, në Kuçov. Këtu në Kuçov. Në Kuçov. Kuçov. Aty qa migu është ai? MiG 15. MiG 15. MiG 15. Dhe jeni shumë mirë. Po, kam fluturuar 10 vjet me të. 10 vjet. Po. Ishte nga avionët më të mirë luftarak? Ka qenë një avioni më i manevrueshëm, shumë i manevrueshëm luftarak. 15 bis, se është përsëritja e 15 shit parë. Ku ishte prodhuar? Në Bashkimin Sovjetik. Bashkimin Sovjetik, ai? Në Rusi. Dhe ky lloj tipi, për shembull, ka sfiduar avionat perëndimor F-84, F-86, luftën e Koreas. Tani, sa vjet punuat në Kuçov? Në Kuçov kam punuar 16 vjet. 16 vjet. Tani, na trego çfarë bëre ti si pilot ato 16 vjet në Kuçov? Shiko, në programin e përgatitjes luftarake të aviacionit, programohen të gjitha llojet e përdorimit luftarak të avionit. Për shembull, programohet këtu në Kuçov, prapë. Po, në Kuçov, mbas fluturimit. Mbas fluturimit, sa ke mbaruar dhe ke zbritur. Po, dhe ka zbritur dhe ja shkallë që zbresin nga kabina. Po, dhe? Shiko, programit i përfshin këto dy gjëra. Përfshin e pilotajit në zonë e themi neve figurat, në mënyrë që të është jaftë për ta drejtuar aeroplanin, për ta komanduar sipas rasteve, ashtu. Pastaj ne bëjmë sulmet aeroplanit kundër aeroplanit. Sulm, ashtu. Bëjmë di kapje të objekteve aerore. Bëjmë di luftim aeror. Në çift kjo punë dhe në përshkryshës dhe në qift. Pastaj bëjmë di qitje kundër objekteve toksore në fush, në det, në mal, në Lugrina. Unë për shembull me skuadrën time kam bërë qitje bombardim në majën e Martaneshit 1875 me nivel detit. Po çfarë bombarduat ju ty? Sepse shiko, ne përgatiteshim që në çdo situatë japim një përgjigje kërkesës së adheut. Është pushtu ta zemëndim maja malit. Do vemi di për ta shkatruar. Tani e dinin ata zonës atje se ti e ke bombarduar, se mos kishin i çobanët. I bushatisin, ë? Po, domosdo merret masa për shembull që bushatisin në zona teje ban. Ashtu ndodh, ë? Domosdo. Po ku shkonin ata çket? Po shkonin tutë rreth më larg perimetrit. Të ka devijuar ndonjëherë? Jo.